S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Mirë se keni ardhur, sa qefshim lidhemi bashkë edhe adhurojmë Perëndin, edhe i kujtojmë vetes një gjë të re, një nga premtimet e Perëndis. Edhe 2 javë jemi të premte, pastaj do kalojmë në orarin e verës. Në orari i verës, çfarë ora është? Për 10 javë do jemi në 7 darkës. Kështu që ke kohë me shku të gjej lalzit, me ula, me ardh. Kështu që për 10 javë, po kemi edhe 2 javë gjysej me 15 qershor, pastaj deri në fund të verës, do jemi në orën 7 masdite. Kemi disa miq nga Gjermania, këtu kemi 2 çifte nga Gjermania, i dorëdokite për miq nga Gjermania që kanë ardhur për vizitë nëpër Shqipëri, po janë pjesë e një ICF-e si kjo e jona. Në ICF që harrova emrin e qytetit, kështu që ti që po e përkthem mos e thuaj që harrova. Por e njoh pastorin e tyre shumë mirë dhe do e takoj javës tjetër se është takimi pastorëve të ICF-ve, kështu që atëherë nuk e di, kisha një ide, thash nëse do e hedh njoftimin në për media sociale që të flasim për Paran dhe Bibla, kisha përshtypjen që s'do vit asnjëri. Sepse ndonjëherë duket si pa lidhje. Bibla me leket se kur kanë lidhje këto dyja bashk, paraja edhe perëndishmëria, edhe duket sikur s'kan lidhje. Në fakt kanë shumë lidhje. Shumë lidhje me gjithmonë. Aqsa, shiko, sot her pas here flasim për këtë gjë, por sot dua të ndaj një mesazh goxha ndryshe, e do shohim 5 parime, çfarë thot shkrimi në lidhje me Paran. Këtu parë kam Joelin financier. Kush është ndaj tjetër për financa që të më ndihmoj? Ja, Akilin aty, 2, kështu që më ndihmoni në fund, e do doja një vlerësim nga ana juaj si ishte ky mesazh në lidhje me këtë gjë, por e vërteta është Bibla flet shumë për Paran. Flet më shumë se sa për qiellin dhe për ferrin. Çfarë the? Është vërtet. Është vërtet. Po lexoj një thënie të Dave Ramsey. Dave Ramsey është si guru kur vjen puna, është i papam kur vjen puna te financat, Bibla dhe këto gjërat, edhe ai thotë kështu: Paraja nuk të bën të lumtur, thjesht zmadhon atë që je. How? Se kisha dëgjuar kështu. Është, shiko, ideja që thot ai është, shiko, kjo ideja që kur të kem para do jem më i lumtur, kur të kem para do jem më bujar, kur të kem para do jem kështu, kur të kem para, nuk qen nga e vërtet. Nuk qen nga e vërtet. Thjesht paraja zmadhon atë që je. Nëse ti je bujar sot, me aq sa ke, e do kesh më shumë, e di çfarë do ndodhi? Do jesh më shumë bujar. Nëse ti je për gjirokastre sot, edhe e kurnat sot me atë që ke, po gjithë çfarë do ndodh kur të kesh më shumë. Të shtungosh më shumë. Të shtungosh dorë më shumë, edhe është thonë që leku e prishi filanin, por sipas këtij botit, thjesht ai prish ka qenë. Thjesht ka pas mundësi. Tashi që erdhë mundësit, po hallakatet. Ai s'është i kishte lekët, por mendjen aty e kishte te ato gjëra që i bie. Paraja s'madhon atë që kemi brenda. Edhe sa mirë uroj që Zoti do ju bekoj do keni bollëk në financat tuaja, por sa mirë që shkrimi na jep udhëzime që nëse kemi pak, nëse kemi shumë, apo kemi përtej shumës, le të shohim edhe ta bazojmë këto gjëra, parimet e Biblës në jetën tonë përditshme, edhe në lidhje me lekun. Sepse, shiko, një tjetër ka thënë, paraja është mjet shumë i mirë, por është zot shumë i keq. Është pronar shumë i keq. Që i bie, nëse e mban si mjet, është mjet fantastik. Por nëse e ve si zot si pronar që ti bën çdo gjë vetëm të fitosh para, të vë poshtë, të zgarravit, të mëson të gënjesh, të mëson të korruptosh, të mëson të mashtrosh. O, pse i ke se me ty e kisha unë vetin? Shiko, por ama le të shohim 5 parime nga Bibla, çfarë thot Bibla për këtë gjë. Pse? Sepse Bibla ka, e di sa vargje ka Bibla për Paran, shive qik. 2500 vargje nga shkrimi flasim për Paran. Që do thotë që nuk është temë e fshehur, është e dukshme, është e qartë, ka udhëzime pa fund. Kështu që hajde t'i themi 5 parime çfarë gjem të shkrimi lidhje me Parat, edhe uroj që të bëni të popa.
në lidhje me menaxhimin e saj, e dhuroj që do t'ju ndihmoj të bëheni edhe më të begat në lidhje me financat. Edhe e para është, asnjë se ka qef parën, ato të mirat për i lej përfund. E para është, bëj një buxhet dhe shkruaj diku. E ka qef njëri këta sashja kemi qef. Kështu që t'ja gjesh anën paras, arrihet kur secili prej nesh e bën atë pjesën e vet. Shiko, e di pse e them këtë, sepse asgjë e mirë nuk ndodh vetvetiu. Asgjë e mirë nuk vjen vetvetiu. Shiko, nxitja do ishte kur ti bën një lloj buxheti, ti tregon paras se ka të shkoj. Sepse bën këtë buxhetin edhe ti tregon paras i këtu, paguaj këtë, shko këtu, edhe nuk e le të ik nga të doj ajo vetë. Faleminderit që erdhët, kam nevojë për mbështetje emocionale, Xhel, të dua këtu. Kështu që edhe vërteta është gjërat nuk ndodhin rastësisht, sepse ashtu siç që martesë mirë nuk ndodh rastësisht. Ashtu siç një punë e mirë apo e suksesshme nuk ndodh rastësisht, është shkak pasojë. Ti punon, përkushtohesh, jepesh pas asaj gjëje, planifikon, investon edhe ndodh produkti. Shiko, me që po afrohemi te sezoni, sa student kemi këtu? Mos ta përmend sezonin. E di po, mas 2 javësh, apo ka fillu? Për cant. Jo glidhje ke gati po e mbaron dhe javë dhe sa i bie. Kur vjen te sezoni, ato 10-at në sezon, a vin vetvetiu? A vin vet? Jo. është bërë një lloj planifikimi, është bërë një lloj pune, është bërë një lloj studimi, është bërë një lloj përgatitje, je munduar për ta, pa të vinë ato notat e mira. Tashi, ajo që na prish punë neve, kur vim te kjo të bëmi buxhet me Terezi, është se ajo që na prish punë është se ne njohim një 2-13 që kanë arrit lek pa bo puniç. Edhe këto na e prishin Terezi. Njohim ja 2-13, edhe Tirana ka të tillë, Shqipëria jon ka të tillë, por edhe themi, shiko, edhe vërteta është, këto që i kanë bërë lekët kështu, këto bëjnë më shumë zhurmë. Edhe këto bëjnë aq shumë zhurmë nëpër media sociale, sa që ti thu, kështu që kanë gjithë. Ndërkohë që shumica që lodhen, punojnë, sakrifikojnë, nuk ndjen. Pse? Nuk kanë kohë më marrë media sociale, janë të punu. Edhe unë po them për këtë pjesën e shumicës, kështu që nëse do takon dikë që ka patur sukses në gjën që po bën në punën e tij apo në shkollën e tij, 10 vjet ta pyesish, "Ore, si ja bëre ti që dole kaq i Zoti? Si ja bëre ti që u dole kaq i zonja? Si u bëre ti kaq i suksesshëm herë ti?" Edhe të duket sikur ajo gjëja që ka arrit ai i ka ndodhur rastësisht. Edhe di çfarë do jetë përgjigje në shumicën e rasteve, në shumicën e rasteve ka qasa do të shohë dhe çuditshëm thotë, "Çfarë thot ky si dola? A diti sa jam lodh? A diti kur kam filluar? A diti çfarë sakrificash kam bërë unë për të arritur këtu në lidhje me punën time apo me financa apo çfarë do të gjëje?" Sepse është një farë planifikimi, është një farë mbjellje që t'japi frut. Nëse ti e nga katuni e di, po molle misër në ar, çfarë do korresh? Do korresh misër. Nuk do shkosh te ara dhe të lutesh, edhe mos ta ngulsh belin kurkun, vetëm të lutesh, edhe ti ke shtëpi, çfarë do ndodhi? Asgjë s'do ndodhi. Sepse Zoti ka vendosur parimin e mbjelljes edhe të korrjes. Edhe shkrimi thotë, për sa kohë do ketë qiell dhe tokë, Zoti do ketë korrje, do ketë mbjellje para, pastaj do ketë korrje që i bie dhe shkrimi vazhdon, nëse mbjellim me kërcim, do të korrim me kërcim, nëse mbjellim me bollok, do korrim me bollok, që është shkak pasojë. Kështu që nxitja ime do ishe, nëse do që të bësh lek, edhe lek të qëndrueshëm, këto janë 5 parimet që do ndaj, edhe para është mëso të bësh një lloj buxheti. Mëso të bësh një lloj plani në mënyrë që ta orientosh ti paranë se nga të shkoj. Jezusi tha kështu, te Luka 14, vargjet 28, 29, 30, Jezusi tha kështu, "Secili nga ju, kur do të ndërtoj një kull, të ulet më para dhe të llogarisë shpenzimet, që të shohë nëse ka mjaftueshëm për ta mbaruar, që vargjet më poshtë, që atëherë
kur ti ketë hedh themelet, edhe të mos mund ta përfundojë të gjithën, ato komshit që e shohin, të mos fillojnë të tallin duke thënë, ky njeri s'di matematik, ky ka nge klas 4, ky njeri filloi të ndërtojë dhe nuk mundi të përfundojë sepse nuk bëri hesapet që në fillim. Prandaj kjo do ishte nxitja. Bëj një lloj plani, një lloj buxheti për financat e tua. Unë jam mundu t'i shmangin kësaj gjëje, sepse si kam qef numrat dhe detajet, e thoj, po kaq lek sa marr unë, kaq tive bëj hesapun. Edhe kur të marr më shumë, kur të kem një rrok tjetër, atëherë do ulem bëj buxhet. Edhe vërtet është, ore mbi një lekë se merr vesh ka iknin. Derisa u martova me Adën, që ka marrë për ekonomi, financë, edhe që ka qef numrat. Shqyqër, sa mirë. Kështu që sa mirë për edhe për ju tjerë që e një lidh me dike që për puna është, ora duhet me mësu. Duhet me mësu, nuk duhet me prit pa tjetër, a ka marru për financë, burri apo gruaja, është diçka, le ta mësojmë. Shiko, një pyetje me sfec. Kush është gati për këtë pyetje? Nëse ti, më ndihmoj çik. Nëse ti do ishe menaxheri i Tegut. Nëse ti do ishe apo gjem në biznes tjetër, çfarë biznesi gjem? E mirë këtë Tegu? Tegun themi. Nëse ti do ishe menaxheri një kompanie, edhe do e menaxhoje siç menaxhon paratë e shtëpisë. A do të pushoni nga puna? Apo do të manin punë? Opa, mos u ndje, mos u gjë. Si po i menaxhon këtë gjëra? Bibla thot, ata që janë besnik me pak, do të besohet më shumë. Nuk thot, ata që janë impulsiv, ata që e bën vendin rrumuj, ata që bën rrushë kumlla, ato do kenë më shumë. John Maxwell, ky burri, edhe ky është lider i papam, thot kështu, e di çfarë do duhet ty buxheti? Buxheti le ti tregoj parave nga të shkojnë. Jo të presish funin e muajit dhe të pyesësh nga ikën. Kështu që është, ja një varg i bukur, fjalët e urta 21:5, thot kështu, synimet e çdo njeriu në ICF. Synimet e njeriu të kujdesshëm çojnë me siguri në bollok. A që është i matur, që është i kujdesshëm, që bën një farë buxheti, një farë hesapi. Por ai që ngutet edhe i blen me 25 me rrogun, me 26 s'ka si lek, çfarë do ndodhi? Do të bjerë me siguri në varfëri. Ka shumë mënyra për të krijuar një lloj buxheti. Mënyra më e lehtë, e di cila është? Me çat. Futet e çati atje, unë marr kaq lek, burri merr kaq lek, ose nëse je vetëm, kaq bën qiraja, kaq bën kjo, më ndërtoj një buxhet mujor. Edhe më krijo dhe këtë, më ndihmo dhe për këtë, më jep dhe atë, edhe po s'të pëlqeu, thuj, ma rregullo dhe i çik. Derisa të krijoj një buxhet siç i përshtatet financave të tuaja, hyrjeve të tuaja edhe gjërave të tuaja, është do të nxjis shumë për këtë gjë. E para, sepse kemi ndamin, do shohim 5 parime nga Bibla që do na ndihmojnë edhe shumë nga ju që jeni të ri, imagjinoni, praktikoni që tani. Ju do bëheni mas 10 vite, ju do bëheni me shumë lek, edhe ne do ju kemi në kish. Edhe rimi anxhi që do numërojnë ofertën, do lodhen, do kputen mes. Shiko, e dyta, a je gati për parimin e dytë? Parimi i dytë është kjo. Rriu larg borxheve. Ose e vështirë. Rriu, e di pse? Sepse shkrimi për këtë thot, fjalë të urta kapitulli 22 vargu 7. I pasuri i bën zborin të varfrit, ashtu sundon mbi të varfrin. Dhe ai që merr hua është skllav, është shërbëtor i udhëdhënësit. Prandaj kanë bën ato fotot. Ishte një si zinxhir aty. E duket sikur borxhi zgjidh punë për një moment. Po ndërkohë ti po punon gjithë muajin për të la borxhet. Se ke marrja 2-3 këste kredije. I ke marrë dhe lek çunit dajës, i ke marrë dhe lek çunit hallës, i ke marrë dhe ca lek kolegut, edhe lek ti lodhesh sa vjen rroga, shpërndahet, e zhduket. E duket sikur po punon për të tjerët, se i gjithë kohës duke punu me lak të borxhet. Shok, po lehtësohet marrja e kredive. E disa e lehtë ka përqenë, tash shumë shpejt po bëhet plani
e dëgjova në lajme, do jepen karta Mastercard, karta krediti shumë kollaj, veç kesh i rrog, na Mastercard. E di çfarë thot Mastercard, ti mund blesh çat dush, kur dush në sekond. Që do thot? Do vi ditë për ta latë. Po se lave, ke komision, edhe ke gjë. Do bëhet shumë e lehtë, akoma më lehtë do bëhet marrja e borxheve. Do bëhet shumë e lehtë. Po lehtësohet për ditë. Por, shiko, edhe tash fillojnë edhe reklamat. Merr kredi, kjo është reklama më crazy. Kamera ku mos ofendon e njëri, po sa të me thoni fjalë tjetër. Merr kredi për të shku për pushime. Oh my goodness, çmendoria. Merr kredi për të boll 10 ditë qef edhe për të punu 350 ditë për t'i la. E rësysh është, nuk e di, tash, për ne them, merak mos e ka marrë njëri këtë kredin, edhe mërzitet, s'ka gjë, do folim edhe për këtë. Shiko, për ne du të nëzis, nuk e di sa fort ju nëzis, dil nga borxhi, gjeja anën, dil nga borxhi. Nështë mos harxoj shumë, nështë kurse këtu, nështë gjeja mënyrën edhe dil nga borxhi, sepse borxhi është lak, është zinxhir, të ka ngec. Dil nga borxhi edhe mos hy prap në borxhe. Një pastor i njohur ka thënë kështu, Rick Warren ka thënë kështu, ndalo se bleri gjëra me lek borxh për të bërë përshtypje njerëzve që as ti vetë se ke qef. Boll more lek borxh për ble diçka për inat vjerrës. Për ble diçka për inat të kunatit, kunatës, komshiut, të tjerëve, kolegut, ti se ke atë lek. Ti po merr borxh vetëm që ti ta habisish atë se çka ke ble ti edhe si po. Shiko, harxhon për të lënë përshtypje të tjerëve, por pastaj fle me stres ku do të gjej lekët për t'i la këto kredit, të borxhe që i mora. A di se shkaku i parë i divorceve është sherrri i parave. Është sherrri i parave. Është kur dikush në çift ose po prish shumë, ose dikush nuk po punon, ose dikush nuk e njeh buxhetin fare, nuk po bën asnjë lloj hesapi, edhe blen çati i zë syu, është duket sikur është qef fillim, por po shkatrohen familjet, sepse nuk po bëjmë buxhet edhe nuk po kujdesem për këtë gjë. Pse? Sepse s'ja majti me i thonë grus, o gru, nësë kemi lek me bleta. E pa që grus i shkëlqin sytë, që keti se bleun. E bleun po, a ka lek të karta? Ose anasjeltas, ore thuj e troq, me zi lam kredin e divanave të ri. Ti do të blesh divana të ri prap me kredi për zdyti? Apo qa do lojgjoje? Hajde kursejmë për t'i ble divanat e ri, ose hajde kursejmë për ble makinë. Shiko, e di që duket si shkolle vjetër, duke një det vjetra dhe në njëri thot që pata unë që erda sot se mus më shkojnë këto i det, por e di që është cilë është trendi dhe i det e reja? I det e reja është prish pa hesap, prish pa llogarit, merr borxh, ble me kredi, merr borxh kushërive në Angli, merr borxh ti ati, se ku i dihet, ja harronaj. Edhe s'ti kërkon lekët. Ja i fal shteti prap. Ja bëhet kështu. Edhe me këtë, kjo është trendi, kjo është mendësia. Edhe e vërteta është, do prodhoj shumë stres. Do prodhoj shumë stres, sepse ke për t'i paguar ato borxhe. Nuk shpoton dot. Edhe është, e vërteta është shumë pak familje po kursen. Shumica janë minus çdo muaj, ose e mbylli muajin cek më cek. Ja si thuhet, Romakëve 13:8, mos i ki, ky duhet jetë varg përmendsh. Mos i ki as i borxh as kujt. E di çfarë borxhi ti kem dikujt? Vetëm që të kam xhan. Të du fort. Ky është borxhi vetëm që të kam. Ky është borxhi vetëm që të kemi njëri tjetër, që e dum fort njëri tjetër. Gjë tjetër asnjë lloj gjëje. Është sa më larg borxheve, Cila është e treta? Se them 5 parime. E treta është rri me shok të mirë. Qa lidhje ka ke me lekët? Sepse e dim të vargun fjalë të urtë të 13 thot, kush rri me të urtët, bëhet i urt, shoku budallëve do bëhet më keq. Por qa lidhje ka me lekët? Po pëlqeu ky vargur po? Të kujton ai gjë? Shiko, vjen një moment për shkak të shokëve që ti rri,
për shkak të rrethit të shokëve. Shive që kësa është bërë një studim i tillë. Vjen një moment që ti me shokët e tu shkon në të njëjtat kafe, vjen një moment që ju edhe restorantet që ju frekuntoni janë gati të një llojta, vjen një moment që edhe filmat i shikoni një lloj, sepse keni aq shumë gjatë me këtë lloj shokësh, edhe vjen një moment, edhe thuhet, edhe Barsaletat dhe shakat, boni të njëjtat shaka Barsaleta, edhe anketa thot, brenda 10 viteve, rrogat janë aty me shokët që rri. Edhe lëvizin me 10 deri 15%. Opa, kush po menon, më duhet një palë shok të ri. Po menon e jori me ndru shokët? Pse? Sepse shokët i japin formë njëri tjetrit. Rri me turtët që të bëhesh urtë. Rri me ato që dun shkollën, që ta dush edhe ti shkollën. Rri me ato që dun punën, që ta dush edhe ti punën. Rri me ata që kujdesen edhe menaxhojnë mirë lekun që të mësosh edhe ti nga ato. Po nejte me gjumashët do bësh gjumash, po nejte me ato që ka dalë një meme. Në 2015 çuna duke hedh çantat sipër murit shkollës, duke ik me vrap. Në 2025 di ç'ishin të bë? Ishin të hedh prapë, ishin të hedh thes çimente. Duke vollaç, duke hedh tullat. Pse? Sepse ponejte është e paevitueshme. Ponejte me një grup njerëzish brenda 10 viteve, ti do marrish formën e atij edhe asaj. Kështu që je i qëllimshëm, zgjidhi miq. Zgjidhi miq sepse të ndikon në shumë gjëra, të ndikon dhe te ekonomia e familjes. Cila është e katra? E katra është, edhe kjo është më ngjaje çuditshme për kontekstin ton, kurseni. A mund të kursejmë 3 deri 6 muaj? Sepse, shiko, të kjo pikë, unë do jem si ai që shiko, do ta them ty, po se bëj për vete. Si është, bëj që të them unë, po mos bëj që bëj unë. E di sepse unë me Adën kemi zgjedhur një formë tjetër kursimi. Edhe ne japim 1%, kemi filluar të japim 1% më shumë mbi të 10-ën që në vitin e parë që ka fillu kisha, edhe kjo është viti 15 që japim 25% kishës, edhe kursimi jonë shkon të kjo pjesë. I bashkohet kësaj, pra ne nuk e kemi këtë kolonën e kursimit, edhe kjo është mënyra se kemi zgjedhur ne. Nuk është diçka që ju duhet ta bëni, apo nuk ua sugjeroj. Unë e bëra sepse besova që e pash dikujt një lider që e kam qef, e pash që bën ai, edhe besova që Zoti do na bekoj edhe do kujdese për nevojat tona. E këtë përdora unë. Por nxitja ditë që do ishte parimi 10-10-80. 10% jep të 10-ën, 10% kursen e vetes, 80% është buxheti mujor. Kjo do ishte fantastike. Nëse mund të aplikohet në diçka mujore. 10% jap të 10-ën, 10% jap vetes, 80% është buxheti mujor. Fjalë të urta 20, shive ç'a thot. Fjalë të urta thot kështu. Në shtëpinë e të urtit ka një thesar të çmuar dhe vaj, po njeriu budalla i bën gjitha rroshekumlla. Ajo shpreha ka një thesar të çmuar, dikujt e përkthyer ka ushqime të zgjedhura. Në shtëpinë e të mençurit, për shkak se po kursen, ka ushqime të zgjedhura dhe vaj, edhe vaj ishte shenjë pasurie. Kush kishte vaj, ishte shumë i pasur në atë kohë, edhe që i bie. Ore, kur kursen, nuk stresohesh kur vjen një furtunë. Se për shembull si koha e Covidit, mamen atëherë që bëndami zi. Kur ti ke kursy 3 deri 6 muaj, edhe i ke nda më vete, edhe ndodh një situatë e papritur, ti nuk stresohesh. Sepse po bisedoja me kishmjellës para ca ditësh, edhe më tha, kisha jonë mam, sepse kjo kisha mam, po nis këtë shokun tim të nis kishte kino studio, edhe po bisedonin për kishën e rengi në studio, edhe tha, kisha jonë mam ka kursyer buxhetin e një viti. Po kisha ju, i thas, qa bon? Unë, qarë? Mu duk fantastike, po grupashke buxheti jonë, nuk ishte më mirë. Po ishte sugjerim fantastik, imagjino, të kesh buxhetin e një viti, që çdo lloj ndodhi, mos kesh stres. Mund ndodh një vit kurion, një vit i vështirë, si puna Covidit, apo në një situatë, çdo lloj situate. Po e flisja me një shok tjetër dhe tha, shiko, unë nuk kursej, sepse më duket sikur nuk po i besoj Zotit.
Nuk kursej sepse më duket sikur është nuk po I besoj Perëndis për të nesërmen. Por nxitja ime do ishte kjo. Kursimi nuk është mungesë besimi, por është mençuri. Ja ta shohim fjalët e urta 6. Fjalët e urta 6 thotë kështu. Shko te milingona o përtac. Nuk e ka për ne, Solomoni ka shkruajtur për ato njerëz që ka shkruajtur atëherë, por mund marrin parimet. Shko te milingona o përtac dhe vëre zakonet e saj dhe bëhu I urtë. Sepse milingona nuk ka as kryetar bashkie, as kryeministër, as pronar, asnjë. Por ama e gjen ushqimin e verë dhe mbledh zahiren e saj gjatë korrjes. Është veçantë. Milingona kurse në kohën e bollokut që të ketë në kohën kur s'ka. Edhe milingona po kërkoja në çat. Sa tru ka milingona? Milingona ka 250.000 neurone. Neurone ato shtigjet e trurit. Edhe e di qa, njeriu ka 86 miliard neurone. E të na kaloj milingona ne? Është përderisa Zoti e ka venos këtë gjë të këtë truni vogël, imagjino ç'a më bëj me këtë trut. Sa kemi ne? 1 kg 400 gram. Është gjithë të tru. Nëse e ke zakon tashmë sa mirë, nëse nuk e ke zakon, imagjino sa mirë do ishte. Të fillosh të vësh më janë, e të kesh 3 deri 6 muaj, pse jo 1 vit më vete. Në njëri më thotë, shiko se duhet të jesh çik pozitiv se ti edhe pastor, se ne kemi Zotin edhe se nes na ndodhin gjëra të vështira, gjëra të këqija. Në fakt, kur thot dikush kështu I them, ti s'ke lexuar psalmet. Sepse kur lexon psalmet, ç'a thot? Psalmet thot, jeta është e padrejtë. Te psalmet thot, jeta është e vështirë. Zoti është I mirë, Zoti kujdeset, ai do kujdeset edhe kujdeset për harabelat e qiellit, kujdeset për lulet e tokës. Sigurisht që Zoti do kujdeset për ne, por le të jemi të dyja, të pastër, të çiltër, por gjithashtu edhe të mençur. Edhe të mençur. Shiko, ka burra, këtë ka me burra tash. Të majqi kraun e gocave. Ka burra që jetojnë cek me cek, qindark për qindark, muj pas muj. Por e di kush e vun më shumë, nëse nuk ke lek të ndame më janë, e vun gruaja. E di pse e vun gruaja? Sepse gratë si natyrë duan siguri. Edhe nëse leku harxohet muj për muj, edhe nuk ka asnjë gjë të ndame më janë, ajo ka stres. Edhe ka stres, edhe vetë nuk e di pse ka stres, po sepse ashtu e ka formu Zoti. Ashtu e ka ende Zoti dhe do një lloj qetësie, një lloj sigurie. Kështu që imagjino sa e qetë do jetë gruaja jote. Nëse e di që kemi më janë 3 muaj apo 6 muaj. E di çfarë do thot një grua e qetë? Do thot një martesë e qetë. Kështu që ky sekret ishte pa lek. Po më thatë në I birë, mirë do ishte. E pesta, sepse kemi thëmë, 5 sekrete, 5 parive, që thot shkrimi në lidhje me financat, edhe është jini shumë bujar. Jo jini bujar, jini shumë bujar. E di pse bëhe shumë bujar ti? Sepse nëse ti bën një buxhet, nëse ti po kursen, ti ka mos si ti është bujar. Nëse ti harxhon sa vin gjitha, ti s'ke më për vete. Jo më për tjerët. Nëse ti bën buxhet, nëse ti po kursen, ke mundësi ti jesh bujar. Ke mundësi ti jesh bujar. E di pse është gjë e bukur kjo, sepse e do Perëndia. 1 Korintasve ç'a thot? 1 Korintasve thot kështu. Perëndia e do dhurusën. E di ç'a dhurusi do? Do dhurus, edhe do dhurus të gëzuar. Do dhurus të gëzuar. Kështu që buzqesh kur jep. Gëzohu që ke mundësin t'japësh. Sepse nëse ti e biri Perëndisë edhe për shkak se ke zgjedh Krishtin, je I tillë, je I perëndishëm, je dhe I bujar. Je dhe bujar për t'i ngjajë Perëndisë, sepse ka të mira bujaria. Do them ca të mira bujarisë si ndoshta dhe nuk I kishe menduar, por dhe themi ato që I dim tashmë. Fjalët e urta 1:25 thot kështu: shpirti bujar do të bekohet. Kush I jep ujë dikujt, dhe atij do t'i jepet. Ç'a thot kjo? Futet te parimi mbi llikorrje. Kush e bën, do ta marrë. Kush jep, do t'i kthehet. Ku ti bën për atë, dikush tjetër do bëj për ty. Do hysh tek ky lloj rrethi.
Pastaj vim tek vim te Malakia 3:10 që kemi lexuar shpejt, po unë do lexoj edhe i varg tjetër. 3:10 thot, kush e di këtë përmend, se kemi thënë aq herë të dielave më, e do ta dim përmend çfarë tjetër. Sillni gjithë të 10-ën ku? Te shtëpia e Thesarit. Çfarë shtëpia e Thesarit? Di çfarë është? Vendi ku adhuron. Është kisha jote. Që të ketë ushqim në shtëpinë, në rastin tonë që të paguhet qira e kishës. Edhe mbulohen shpenzimet e kësaj familje. Dhe pastaj thot Zoti, është hera e parë e vetme në Bibël. Kërkoje Biblën nga Zanafilla deri te zbulesa. Është hera e vetme që Perëndia thot të shprehen. Më vini në provë. Është hera vetme. Nuk e gjen as i vend tjetër në Bibël. Kështu thot Zoti ushtrive, nëse unë nuk do t'i hap pragjet e qiellit, se di si përkthehet kjo. Se di si interpretohet, por ka kuptimin e një bollëku, edhe nuk do të derdh me ju aq shumë bekime, sa s'do ke aq shumë bekime, nuk e di çfarë do të thotë. Mund të jetë para, mund të jetë shëndet, mund të jenë mundësi, mund të jetë çfarë do lloj gjëje që Zoti zgjedh për të beku ty. Ama ka gjëra që vinë për hir të kësaj. Edhe thot, më vini në provë, dhe thot, unë do ta bekoj. Mua vargu 10 më pëlqen, sepse gati dim përmend gjithë, dua të interpretoj vargu 9, sepse ka shumë bekime tek dhënia. Një bekim që duket i fshehur. Shive çik, vargu 9 thot kështu. Përveç kësaj, do të qërtoj shumë për ju kllabërusin, me qëllim që ai të mos shkatërrojë më frutin e tokës suaj dhe vreshtin juaj, nuk do të rresh të sjell frut për ju, frut në fushë, thot Zoti i ushtrive. Ç'a kupton nga kjo? Lufta frymore. Lufta frymore dallohet tek vargu 9. Është gjëra që nuk i shohim me sy. Edhe di si e kuptojnë këtë vargun, unë e kuptoj kështu. E shefa të qenin e shëmtut? Mos tash qenin e shëmtut. Në një që do qenë, thot nuk ka qenë shëmtut. E shefa të qenin? Duket sikur kur ti jep të 10-ën, e di ç'a i bën Zoti djallit? I thot si e qenë. Ulu. Sit. E ke parasysh kur merr qeni kotëm kote do të bëj rrëmuj shpinë, edhe ti e qërton, e thu, ulu, mos luj se të myta fare. Është e njëjta gjë. E di çfarë do thot, Zoti e qorton, i fol edhe i tërheq vëmendjen dhe detyron çfarë? E detyron të bëj çfarë? Të mos prek. Të ruaj ty, të ruaj financat e tua, të ruaj familjen tënde. Edhe e ndalon të ligun të fus hundët të gjërat e tuja. Kur ne e vendosim atë të parin edhe jemi bujar, edhe është qef ti jesh bujar. Është qef ti jesh bujar. Po e di si vjen bujaria, nëse ti ke bërë buxhet, nëse po kursen, ke që ti hapish. Është shumë qef ti jesh bujar. Është shumë qef, ka gëzim. Ji bujar të bakshishet e kafja. Edhe një shumë po më thonte, ka marrë 20.000 lek bakshish sot. Haj, ti. Unë tash, po mime se 20.000 lek e marrë. Jo, priçik. Vetëm kafe dhe ujë porositi. Imi e 800 lek bote. Edhe plus 2.000 lekshit, kishe lënë dhe 20.000 lek tjetër. A ti o ndryshu dita. Bej, kishe lënë 1 milion lek. Aq shumë i gëzuar ishte. 20.000 lekshi i ti, i ndryshoj ditën dikujt. Edhe ky njeriu kishte mundësi, edhe ti ke mundësi me bujarin tënde, të ndryshosh jetën dikujt. Edhe sot përmendi shportin e kuqe. Sa herë që ti hedh te shporta e kuqe, ti ke mundësi të ndryshosh ditën dikujt. Që të konvertohen në kupon e të shpëndahet për familjarët çdo muaj. Është fantastike. Shiko, çdo gjë që kemi edhe jemi ne, nuk janë tonat. Ne kemi në administrim, nuk janë tonat për jetë. O shok, jeta jonë s'është e jona. Gruaja ime s'është e imja, kalamajt e mi s'janë të mit, lekët e mia më janë lënë për administrim 70 vjet, 80 vjet, nuk e di sa do jetoj. Sa ditë na japi Zoti, për aq kohë kur të ikim, ku do lej apartamentin tim të çmuar të fresku. Do ta marr vetë, s'kam ku e çoj, s'kam për ta marr. Ku do ta lej Volvon apo s'mosh gërvish me aty vetë. Do ta marr dhatë. Asgjë. Zoti mi ka besu familjen, gruan, gjërat, mi ka besu të administroj për disa vite. Nuk janë të mia për gjithmonë.
Do I lej edhe janë të ati, edhe Zoti let na gjej. Let na gjej administrator të mirë, edhe është let jemi bujar, si kur Perëndia do I menaxhot ato gjëra. Sepse të ati janë gjithsesi. Let jemi bujar dhe të mençur, si kur Zoti do I administron të ato gjëra. Edhe është, ndërkohë, let jemi bujar, sepse shiko, ki mundësi për të bërë copza mirësie gjithmonë. Edhe është sepse e di si vjen kur ti ke buxhet. Ti nuk ke borxhe, edhe po kursen. Pastaj ti mund të jesh bujar. Edhe është shumë qef të jesh bujar. Është shumë qef të kesh mos si t'japësh. Qa thotë shkrimit e veprat, ka më shumë gëzim kur ti jep. Se sa kur merr. Kur merr të bën punë, po edhe çik I ndrojtur se po I merr edhe vjen çik si zor, pastaj gëzohesh ti, por kur jep çanoth, çe për fillimi. Zot faleminderit që kam mundësi me dhanë, edhe t'ja ndryshoj, edhe t'ja përmisoj, t'i sjell buzëqeshje jetës së dikujt, është shumë qef. Ja ta mbyll me 2 pasazhe shpejta, edhe pastaj kam një sfidë për ty në fund. Në fakt 2 sfida. Është vetëm për trima dhe trimreshat sfida në fund, kështu që qëndroni sjuar. Ja ta mbyll me këto 2 pasazhe. E para shumë I njohur, është shumimi I bukëve, Krishti ushqeu 5.000 burra me 5 buke e 2 pesh, Luka 9:16 thotë kështu. Vetëm një varg do lexojmë, atëherë ai, Jezusi, I mori 5 bukët dhe 2 peshit, dhe pasi ngriti syt nga qielli, ç'a bëri? I bekoi, I ndau, I theu, dhe a dha dishepët vet që t'ia shpërndanin turmës. Kush e di vazhdimin e historisë? Ushqyen 5.000 burra pa llogarit gratë dhe fëmijët. 2 parime ka këtu. Së pari, nëse do që gjëja të shumohet pasi është bekuar. Krishti e mori edhe e bekoi. Edhe e di çanoth është kur Hebrejve kapitulli 7. Bëu kurioz dhe lexohet e shtëpia. Krishti si kur e prifti jon, e di kur e bekon ofertën tonë, pasi e kemi dhënë. Kur ti jep të 10-ën, Krishti e bekon. Edhe e di kur bekohet, pasi ti e jep, Krishti e bekon ato gjë. Edhe e dyta, shumohet pasi e ke dhënë. Të kthehet, shumohet pasi e ke dhënë. Krishti nuk tha, hajde bëjmë kapicë një herë, shumo, bëhet një kapicë e madhe, pastaj filloj me japim. Jo, filloj duke ndërkohë që thyej ndaj, ndërkohë që jepej, shumohej, edhe ushqyen shumë njerëz. Pasazhi I fundit është mbreti Solomon. Mbreti Solomon ka një histori kështu amazing fare, shumë papame. Kur u zgjosi mbret, atë ditë, se në ditën bëri gjë tjetër, natën bëri gjë tjetër. Natën ja futi gjumit. Në njëra thotë ç'a bëri natën. Kujtë ç'a bëri natën, po atë natë fjeti. Ndërkohë që fjeti pa një ëndër. Hajde shohim ëndrën. Një mbretërve kapitulli 3 vargu 5. Dhe ëndra ishte e tillë në Gabaon, aty ku ishte. Zoti doli në ëndër natën Solomonit, edhe Perëndia I tha, kush e do këtë pjesën? Imagjino të dali Zoti në ëndër sonte, edhe thot, hape gojën, Joel, qa dush la, do më bo kryetar bishkem vendin Beliet? Qa do? Hape gojën, kërko qa dush, ashtu thuhet, kërko ç'të dush dhe unë do ta jap. Kush e di vazhdimin e historisë? Solomoni kërkoi atë që deshi, Zoti më jep urtësi, njohuri për drejtuar këtë popull të madh, edhe Zoti I dha urtësi, njohuri, edhe I dha të gjitha tjerat. Edhe është njeriu më I mençur, më I urtë, edhe shumë gjëra. Edhe ne këtë pjesë dim. Por pritin çik. Ndodhi diçka ditën, pastaj ndodhi kjo gjë natën. Edhe di ç'a ndodhi ditën? Vargu 4. Mbreti shkoi në Gabaon për të ofruar flijime, sepse ky ishte vendi më I lartë I rëndësishëm. Dhe mbi këtë altar, Solomoni ofroi një pul të ngordhur që e bleu me ulje të pazarit ri, edhe bleu 2 pluma që njëri kishte krahun e thym, njëri ishte me I kom, edhe mezi ç'a thuhet? 1.000 holokauste. 1.000 bema, viça, theri në praninë e Perëndisë. Edhe di ç'a bëhen në raste të tilla, normalisht therej një dem,
edhe një plumb ose turtull. Zakonisht kur zgjidhej mbreti, the një gjësej. Nga njëshi, ç'a bëri Solomoni? Ishte shumë bujar në praninë e Perëndis. Ne kemi qef të na ndodhi e dyta, edhe të na thot Perëndia, hape gojën, kërko ç'a dush dhe unë do ta jap. Por puna është se Zoti shpesh ç'a kërkon? Një hap besimi. Në rastin e Solomonit, ai e tregoi, Solomoni ishte i gatshëm, çdo gjë që ka mund, është e Perëndis. Dhe asnjëherë në histori nuk ka ndodhur që dikush të ofronte 1000 holokauste në praninë të Perëndis, një bollok i madh. Edhe e vërteta është çado që bëjmë për Perëndin, ai nuk na ngelet borxh. Në rastin e Solomonit, nuk i ngeli borxh. Zoti e bekoi. Në kohën e Solomonit, argjendi, sermi, e di si ishte, sa lek ishte? Ishte si gurët e rrugës. Ato plaka, ato gurë që shef rrugës ti? Në kohën e Solomonit ishin prej serme, prej argjendit bardh. Aq shumë bollok edhe aq shumë pasuri. Kemi mobet e thella, ha? Kështu që, shkojmë ta mbyllim kështu mesazhin. Nxirja dot pesta. Më beso, ky është mesazhi që un kam më siklet ta predikoj. Të folish për lek në kish është shumë siklet. Sepse ka keq kuptime, edhe njerëzit mendojnë ja pastori tash do lekët tona, e pa që ka marrë rrogën unë, edhe çfarë lloj gjë. Më beso, nuk është e qëllimi. Jam parime në shkrim. Edhe unë uroj shumë që do të ndihmojnë ty, do të ndihmojnë familjen tënde, por filloje nga një. Filloj, nëse bën një, shtoj edhe një tjetër. Cilën do bësh ti nga këto? A ke buxhet? A do fillosh me lloj buxheti? A ke nevojë të dalsh nga borxhet, bëj një plan si me dal nga borxhet. A ke nevojë me rrushëri me shoqërinë? A ke nevojë me fillu kursim? A ke nevojë me qenë bujar? Ndërkohë, nëse më ndihmon Pavlo ose kush, dua ndihmën tënde. Nëse ky mesazh të hapi oreksin për të ditë më shumë për financat, Bibla dhe menaxhimi i paras në familje, jemi gati për të bërë një set me 4 mësime, 4 fundjava, 4 premte ose 4 shtuna, në qershor, me një kush, nëse bëhen 10 po e lartë. Kështu që nëse ti do të dish më shumë, skanoje këtë kodin edhe zgjidh po. Nëse bëhen 10 e lartë, jemi gati për të bërë një gjë më me detaje. Qa folëm sot për 30 minuta, më me detaje për 4 mbrëmje. Një mbrëmje çdo fundjavë, si 4 premte ose 4 shtuna, të akoma se di 10 premte ose shtunën, por një nga këto. Vetëm nëse ju keni dëshirë edhe vetëm nëse është nevojë për ju dhe e shikoni që do doni të rriteshit te kjo gjë. Kështu që nëse është kjo gjë e juaj, atëherë zgjidhe. Hajde lutemi. O atë jemi njës, nëse ti e në gjendje pune, ose jam prindit e tu, atë i thush Perëndis falenderit. Sot falenderit që jam javë për punu. Sot falenderit që ndoshta ti nuk punon një në shkollë, por ke prindit që punojnë. Zot falenderit që ke siguru për nevojat tona nëpërmjet prindërve. Nëse ti je në punë, edhe është fiks ajo që ti ke qef. Thuaj Zot falenderit që ke gjetë një punë që kam qef edhe shkon me dhomtit, me aftësitë e mia. Nëse akoma nuk jem punë dhe por kërkon të thuaj, lutu në emrin e Jezus, o Jezus, kërkoj në emrin tënd një punë që shkon me aftësitë me dhomtit e mia që ta shijoj dhe gjithashtu të krijoj të ardhur për vete e për familjen time. Frymë shejt. Çka ke qenë duke na mësu? Ç'a është një gjë që na mësove sonte? Do të nxis shumë edhe ideja e mesazhit sot nuk është që të vej ty në siklet, edhe nëse ndihesh i rënduar, nuk ka qenë qëllimi im, edhe nuk është qëllimi i frymës shejt. Veti ligu do
do të ndjesh faj. Nëse të rëndon zemra për një gjë që ke bo gabim, shkrimi thot, thjesht kërko falje. Thuj, atë falenderit që i kam prish lekët tuja, e kam borru shëkumla. Thjesht thuj, atë më falë që s'kam qenë besnik me lekët. Edhe shkrimi thot, ai është i mirë, ai na falë, ai na jep mundësi tjera. Fillojnë sefte, nesër e hon javë e re, fillojnë nga fillimi. Falenderit o Zot, që na jep shëndet, na jep mendje, na jep ditë të reja. Edhe dim që leku është thjesht i mjet. Nuk është Zot, Zoti je ti. Ti je sunduesi i qiellit dhe i tokës. Edhe Zot e dim që është mjet i rëndësishëm dhe lutem në emrin tënd që do i bekosh këtë kish me bollok. Do i bekosh familjet e tyre me bollok. Do bësh si thuhet për Jozefin, Zoti e bën të marr çdo punë, çdo gjë që i zinte ndërkohë që Jozefi punonte. E Zot, ndërkohë që ne punojmë, studiojmë, çile do të qof rasti jot, bëhet marr. Bekatoje për secilin për nesh, na e favor, Zot. E ndërkohë që besojmë që do na bekosh, a do na japish mençuri gjithashtu për të menaxhuar siç duhet, sikur për menaxhojmë për ty, sepse tuajat janë gjithsesi, jeta jonë është jotja gjithsesi, sikur për menaxhojmë për ty. Na i ke dhënë ti përdorim për ca qëllime, e do na kërkosh llogari, do na kërkosh hesab në fund. Në emrin e Jezus, o Zot, frymë e shejt, na mëso, edhe na gjej besnik edhe në këtë gjë. Na gjej besnik edhe në këtë gjë. Ndërkohë që bëjmë një lloj buxheti, ndërkohë që dalim nga borxhet, ndërkohë që kursejmë, ndërkohë që ndërtojmë një rreth të shëndetshëm me çuna me goca që janë në këtë kish apo miq të tjerë që kanë mendësi të tilla, edhe ndërkohë jemi bujar. Si ty, jemi bujar si ty. Japim si ty. Të ngjajmë ty. Në emrin e Jezusit, Zot, na rrit në këtë gjë. Na bëj të aftë në këtë gjë, besnik në këtë gjë, administrator të mirë në këtë gjë. Në emrin e Jezusit lutemi. Amen.